Projekti gjigant turistik që pritet të zhvillohet në zonën e Zvërnecit me një vlerë të deklaruar për rreth 4 miliardë eurosh, vijon të jetë në qendër të diskutimeve në Vlorë, ndërsa investimi i konsiderohet si një nga më të mëdhenj që është planifikuar ndonjëherë në Shqipëri. Zëra nga komuniteti i biznesit vlonjat kërkojnë nga qeveria dhe kryeministri Edi Rama që në këtë projekt të përfshihen edhe kompanitë vlonjate, veçanërisht ato që operojnë prej vitesh në sektorin e ndërtimit. Burime pranë biznesit bëjnë të ditur se rreth 15 sipërmarrës të njohur të Vlorës, të angazhuar kryesisht në ndërtim dhe infrastrukturë, kanë shprehur interesin e tyre për të bërë pjesë e realizimit të investimit. Sipas tyre, një projekt i këtyre përmasave nuk duhet të zhvillohet pa pjesëmarrjen e kapitalit dhe ekspertizës vendase, veçanërisht kur bëhet fjalë për kompani që kanë kontribuar prej vitesh në transformimin urban të qytetit bregdetar dhe janë korrekt, serioz dhe mjaft cilësor. Biznesmenët vlerësojnë se përfshirja e operatorëve lokal do të sillte jo vetëm përfitime ekonomike për rajonin, por edhe më shumë garanci për respektimin e standardeve dhe interesave të komunitetit. Ata argumentojnë se Vlora disponon kompani me përvojë, kapacitete financiare dhe staf të specializuar, të afta për të realizuar punime komplekse dhe me cilësi të lartë. Nuk është e drejtë që një investim që do të ndryshojë të ardhmen ekonomike të Vlorës të zhvillohet pa praninë e bizneseve që kanë investuar dhe kontribuar në këtë qytet prej dekadash, shprehen përfaqësues të sektorit. Sipërmarrësit kërkojnë që institucionet shtetërore të tregojnë të njëjtën vendosmëri ndaj çdo subjekti që krijon tensione apo situata konfliktuale në raport me investimin. Sipas tyre, qeveria nuk duhet të mjaftohet vetëm me masa administrative, siç ishte heqja e licencave për 2 kompani sigurie që operonin në zonën e Zvërnecit, por duhet të rishikojë edhe rolin e kompanive që sipas pretendimeve të tyre kanë krijuar përplasje apo kanë ndikuar negativisht në klimën e investimit. Përfaqësues të biznesit lokal theksojnë se konkurenca duhet jetë e hapur dhe transparente, duke u dhënë mundësi të barabarta të gjitha kompanive që plotësojnë kriteret teknike dhe financiare. Sipas tyre, përzgjedhja e operatorëve duhet të bazohet në profesionalizëm, përvojë dhe cilësi, jo në favorizime apo interesa të ngushta. Vlerësohet se përfshirja e kompanive vlonjate në projekte të tilla të mëdha sjell përfitime të shumëfishta, pasi një pjesë më e madhe e kapitalit mbetet në ekonomitë e qytetit, duke nxitur investime të reja dhe rritjen e punësimit. Në Vlorë pushtojnë zërat që kërkojnë që zhvillimi i projektit të mos shihet vetëm si një investim i huaj, por si një mundësi bashkëpunimi mes kapitalit ndërkombëtar dhe sipërmarrjes vendase. Për këtë arsye, biznesmenët vlonjat kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të kontribuar në realizimin e kompleksit turistik, duke kërkuar nga qeveria, kryeministri Edi Rama dhe investitorët që të marrin në konsiderat potencialin që ofron biznesi vlonjat. Biznesi i Vlorës kërkon të ketë një rol aktiv në investimin më të madh që pritet të transformojë vijën bregdetare të Zvërnecit dhe të ndikojë në zhvillimin ekonomik të qytetit për dekadat e ardhshme.